se vini në program, mirë se vini në Top Channel. Ritakojmë si çdo të shtunë së bashku. Faleminderit që na ndiqni ju nëpërmjet ekranit, faleminderit edhe publikut fantastik që kemi në studio. Do të vi sot në Se Luan Topi një personazh krejt ndryshe, do thosha nga çdo personazh tjetër që ka qenë deri më sot. Në fakt ai është shumë i famshëm, por nuk e di nëse konsideron veten VIP. Do ta pyes pas pak. Ftohet pafundësisht në emisione, në ekrane të ndryshme, gjithmonë për të dhënë mendime dhe këshilla profesionale, lidhur me profesionin e tij. Por pothuajse kur nuk ka rrëfyer jetën e tij. Ndaj jam shumë e lumtur që është sot në Se Luan Topi, do të vi sot në program për të njohur më shumë se sa profesionistin, për të njohur më shumë njeriun edhe rrugtimin e jetës që e ka sjell sot deri më këtu. Mirëprisim me një duar trokitje të ngrohtë, Shkëlqim Balili. Mirëserdhje doktor. Doktor, mirëserdhje, kënaqësi. Qëndrojmë pak këtu në mes. Shikoj, një kuriozitet kisha unë tani. E konsideron veten VIP, doktori? A? Jo. Që je i famshëm je, nuk mund ta mohosh këtë gjë. Them, po VIP nuk jam. Nuk je VIP. Do kishe marrë pjesë në Big Brother VIP, nëse do të vinte një ftesë? Ja. Jo? Jam shumë i kënaqur kështu siç jam. Është format që nuk është për ju, do të thoni. Jo, ashtu është së vërtet. Do me thënë, aty do t'jesh i ri, do t'jesh energjik, do t'jesh njeri që të kesh qytetarim, të kesh humanizëm, të kesh inteligent. Tani përveç të parës, të jesh i ri, të gjitha të tjerat i keni. Shiheni pak doktorin. Do t'ua zbuloj pas pak nëse ma lejon ai moshën që të kuptoni se sa në formë është. Shiko, nuk të mbaj në këmbë, të ftoj të ulesh. Se kemi shumë gjëra për të folur. Jam shumë i kënaqur që jam këtu midis jush sot. Edhe ne, doktori, po shohim së pari klipin që kemi përgatitur. Ai është ginekologu më i famshëm i momentit. Bëhet fjalë për Shkëlqim Balilin. Nëse një baba i thot djalit vet, duke pirë cigare, që lër cigaren, ka vdekur. Deklaratat e tij bëhen menjëherë virale në rrjet dhe shtojnë kurreshtjen. Doktor Shkëlqimi numëron shumë vite në karrierën e tij, i papërsëritshëm në punën që bën. Kam qenë një konsultë ku një vajzë 12 vjeç ka ngelur 7 zane. E shohim shpesh në intervista, por asnjëherë nuk e kemi dëgjuar të flasë për jetën e tij private. Sot, në Se Luan Topi, doktor Shkëlqim Balili do të hapë zemrën e tij. Ju pëlqeu? Shumë. Është një moment shumë i veçantë dhe kam kënaqësi që me zëmbër të hapur, me sinqeritet, unë sot do flas tamam si një familje të madhe që jemi këtu. Doktor, ke lindur në Përmet. Mund ta themi datën? E ke problem ta Kam themi moshën? lindur në një fshat të vogël në veri lindje të Përmetit që quhet Gosnisht. Po datën, mund ta themi? Datën e lindjes? Po, Vitin e patjetër. lindjes? Dhe kam lindur, do t'ju them dhe diçka tjetër, shumë të rëndësishme që më kujtua tani në këtë sekond. Unë kam lindur në datën 15 korrik të vitit 1944. Që do thot Dhe sot kam mbushur, jo sot, po në korrik të këtij viti të mbush 82 vjeç. Tani, po dëgjoj se nuk besoj dëgjohet në kamera, e kam fjalën, po dëgjoj reagimet e zonjave të publikut që thonë, "Ua, mashallah, si ka mundësi." Cili është sekreti, doktor, që je kaq në formë të mirë fizike? Ne, në trupin ton, kemi 50 trilion qeliza që formojnë indet, formojnë organet jetike tona, të gjitha këto ka një komunikim. Nëse ky komunikim qelizor është perfekt, ne kemi një shëndet të shkëlqyeshëm. Pra ju keni një komunikim qelizor perfekt? Perfekt. Perfekt. Dhe këtë e kam arritur
vetëm në saj të stilit të jetës dhe të ushqehem, unë të ushqehem Shëndetshëm. për të ruajtur mikrobiomën. Ashtë gjithashtu jeta seksuale e shëndetshme një faktor i rëndësishëm për të qenë jetë gjatë, për të pasur një jetë të mirë? Seksi është jetë gjatësi. Njerëzit që meshkujt që nuk arrin dot seksin, kanë tendencat e para për të smurë kanceri prostatës. Pra, seksi është biologji e jetës. Dhe seksi, po ta përkthejmë, ka 20 të mira. Edhe do t'i them, si themi do të. Okej, nuk zgjatemi, se dua të vazhdojmë të flasim për ju. Nëpërmjet jeni rritur me gjyshërit, babain, nënën, edhe 3 motra, apo jo? Ju keni 3 motra. Jeni rritur me sa di në një shtëpi të vogël, një katëshe që kishte ndërtuar gjyshi pasi kishte ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni qenë fëmijë shumë i shkathët, na kanë thënë. Po, dhe unë mbaj mend një lëm, kemi pasur lëm para shtëpisë, që kishim një kal të bardhë dhe gjyshi im bënte atë shirin e grurit dhe kali rrotullohej tak. Dhe unë në moshën 5 vjeç, pastaj 4 vjeç e gjys, 5 vjeç, ikëm nga fshati. Erdhët në Tiranë. Jetuat me sa di disa kohë në Sukth. Po. Dhe ju më pas vazhduat dhe pastaj unë në 59-ën më vazhdova shkollën mjekësore. Mjekësore, dhe ku punuat edhe si ndihmës mjek. Më pas ju dërguan në spitalin e Pastaj mbarova shkollën dhe më emëruan nga drejtoria e shërbimit shtetësor. Në spitalin e Minierës. Në spitalin e Minierës Krabës. Atje në Krab, ndërkaq ishte edhe një kabinet dentar, apo jo? Ku një ditë të bukur vjen një vajzë. Me vajzë e bukur brune me syt blu. Çfarë ndodhi kur e pe atë vajzën? Një ditë të bukur tash vjen aty në spital. Unë ishte punë përgjegjësi aty. Edhe vjen aty një djalë king, oficer, edhe një gocë e vogël, e holl, mirë po unë kisha një dobësi për këto brunet me sy boqelli ti. Nuk e di se pse më ishte tiposur. Dhe sy boqelli më pëlqenin, po kështu. O sidomos brunet. Edhe kur erdhi ajo kështu, erdhi aty. Çfarë ndodhi sa e pe? Edhe u fiksova keq kjo ajo. Se ke thënë mu rrotullua bota. Më rrotullua, me thënë drejtën, nga pashën atë. Tu morën mend. Ajo, nuk e di nga që isha në Krab. S'kisha parë, ti? S'kisha parë vajzë kaq të bukur. Po. Edhe ajo erdhi kështu, edhe kjo ishte një çik si shumë e ftohtë kështu, nuk fliste, nuk bënte. Tani kurioze jam, po flasim sa vite përpara? Po, shumë vite përpara, unë kam qenë 50, 60? Po, unë kam qenë 22, 23. Okej, 60 vite. E mbajnë mend si ja the, si ja shpreh dashurinë? Jo. Shikoti, ndodhën ca gjëra. Njëherë vjen në Neverës, tashi unë dilja, kisha qef të dilja me të kështu, bëni dhe punë vullnetare që na thrisin këta, edhe bëni muhabet atje. Dhe e kisha merak se ajo pau, edhe mire kishte, pau bindur, pau ishte një qike sert kështu. Po pastaj, u lidhëm keq. U lidhët? U lidhëm pastaj. Okej. Ishte më bukur, dhe më thënë, bëj dashuri më bukur në atë kohë, doktor, apo tani? Shumë herë më mirë, 1 milion herë më mirë. Atëherë? Pse? Shiko, atëherë ishte një ndjenjë veçantë që lidhet njeriu. Do me thënë, si e thot në njerëzit, duhet ta bëj bam këtu që të lidhesh, di? Ta bëri bam, dhe më. Kjo ka të bëj. Kjo sjell gjithë shka edin, dhe që dashuria është një gravitet, është të tërheq, është sikur kur biesh nga kati 6 të bie tokë vdes. Do të thënë, kjo është tërheqja. Nga çfarë kati radio kur pat pranverën? Kjo është. Unë rash dhe e kisha dobëzshmëri dhe kisha kënaqësi dhe mbaj mend që e prisja në njerë këtu unë që vinte nga Kraba, se unë erdha në fakultet pastaj, e prisja kur vinte dhe kisha kënaqësi shumë të madhe edhe më dukesh si një mrekulli e jashtëzakonshme. Dhe ndërkohë jetonit në Laprak bashkë me gjyshin, babain, nënën, 3 motrat, e di që ka qenë një periudhë e vështirë nga ana ekonomike, saqë mbaj mend që keni thënë ikja me autobus në shkollë me 3 lekë dhe kthesha në kërë se s'kisha para. Shiko, e kujtoj me shumë nostalgji këtë punë. E para kujtoj kur gjyshim me një kapot të vjetër angleze rinte në Laprak me zjarr natën që
se në orën 5 vinte mishi. Rinte atje Mbante radhën. Babaj gjyshi im, dhe merrnim gjithmonë nga ato këmbët gjithmonë. E dyta më kujtohet mamaja ime që ishte shumë e lumtur kur vinte merrte në një tavë alumini në 65-64 kështu ka qenë, që merrnim një gjizë ose kur dilin sardele ose gjizë kështu. A ka patur ndonjëherë doktor që s'kishit mjaftueshëm për të ngrënë në tryezë, në tavolinë? Unë po them vetëm një gjë, po them më ka ardhur zor dhe turp, jo turp, po zor, kur u martova unë, Pse? dhe vera erdhi në Laprak, dhe ne kosin e kishim më shumë mujë se sa kos. Kur mbarova fakultetin e mjekësisë, babai më thirrje, dhe më tha 3 fjalë që si harroj kur. Tha ndëgjo, ke dal doktor. Origjinën e ke fshatar i varfër. Supin do ta hedhish ke njerëzit e thjesht, mos u merr me politik, dhe e fundit të bashkëmend nga unë. Koka i dhe njësoj punëtorit dhe ministrit. Ju pasi përfunduat studimet, u caktuat mjek neurolog në spitalin e neurologjisë apo jo? Fillimisht. Po keni punuar aty vetëm një vit, sepse ju shkarkuan. Pra u bët të shkuat për specializim për ginekologji. U mërzitët apo ju pëlqeu kjo gjë? Si ju pëlqente? Nuk desha kur. Po pse? Pse nuk ju pëlqente? Po e që isha nisur dhe s'më pëlqente ginekologjia shumë. Nuk më trite. Nuk ju pëlqente. Nuk e kishe menduar. Dhe po flasim për vitet 70-80 apo jo? Po. Si ishte të ishe ginekolog në atë kohë? Vështirë ishte, dhe mua mundesh që një luftë shumë e madhe për të arritur specializimin, dhe u përkushtova shumë dhe rroft vera që më la mundësinë që unë kisha vetëm me punën. Bënja roje shumë, vetëm për të fituar zanatin. Pastaj ajo që thatë ju, unë fitova dhe u përkushtova që ta thith të marrë zanatin për të shërbyer. Dhe me sa di për shumë vite nuk keni bërë fare pushime vjetore. Absolutisht. Për sa vite? Jo, nuk shkoj. Po pse? Unë dhe atëre bënja përpjekje që vera me 2 kalamaj të vinte në plazh. Unë shkonja mas dite kthesha në darkë, rinja atje dhe kthesha dhe kam bërë 9 troje në muaj. Ndërkohë ju e përmendët, ju ishit bërë baba, në 74-ën lindi Mirela, dhe në 76-ën, mos gabojmë 2 vite më pas, Ervini, apo jo? Studimet, po. Dhe jo, Mirela lindi, ne shkonim edhe në për zbora atëra, edhe kur kthesha nga zbori që shikoja gocën e vogël, unë Mirelën e kisha oksigjen. Oksigjen. Do më thënë, unë them kështu, lumë ata babalar që kanë goca, sepse gocat janë me tërë kuptimin e fjalës sherbet baklavaja. Sherbet baklavaja. Do me thënë, shiko, unë pata mundësin për të shkuar jashtë shtetit, dhe vajza Mirela ishte në gjimnas, ishte me një stereotipi të çuditshme për të mësuar, dhe unë mbrojta, mbasi erdha nga Franca, mbrojta dizertacionin, dhe Mirela mua më ka edukuar, më ka mësuar, që unë në dizertacion të mos them dhe unë nuk them kur duke folur. Mirela me sa di vendosi të studioj edhe ajo për mjekësi molekulare në Firenze. Mirela fitoi bursin me një laps anonimat, fitoi bursin dhe në Itali dhe në Francë, dhe ishte shkëlqyer. Dhe shkoj në Itali sepse unë një 2 herë shkova mjek kampin Palmlyshi në Golem, dhe atje njoh një çun. Edhe ai djali ishte student në Itali, dhe do të vinë në Itali. Dhe shkuan në Itali bashkë, dhe u njoftën bashkë, dhe dushin bashkë, dhe ishte shkëlqyeshëm. Pra kishin një lidhje dashurie. Kishte dashurie shumë madhe. Dhe pastaj unë isha një baba të cilin unë bersha vesh me gocën duke u shikuar në sy. Dhe ajo ishte e veçantë. Ajo, unë po them vetëm në momentin që ajo ishte shumë rëndë në spital, shefja e katedrës më thirrë dhe më tha, do të them një gjë tha për Mirelën. Mirela tha, kur shkoj dhe aprovimin e historiologjisë, një lëndë që lexon
që studion qelizat është pak e vështirë, kur shkoj dhe aprovimin, ajo mësusja tha, a më le të thasë kjo se kjo është nga Shqipëria ka ardhur është. Mirela e dëgjoj. Tak me herë. Dhe çfarë bëri? E mori fletoren, ja mbylli para fytyrës. Tak! Ajo është të meri fakultetit në Firenze, ja mbyll. Tak! Dhe i thanë, jo, unë kam ardhur nga një vend i vogël quhet Shqipëri, kam ardhur për të mësuar, dhe ti duhet më dëgjosh, ti e raciste, unë nuk e jap me ty provimin. Do ta jap me profesorin më të mirë të Romës. Kishte personalitet të fortë. Të jashtëzakonshëm. Përmendet momentin kur Mirela ishte në spital. Bëhet fjalë për momentin pasi kishte ndodhur aksidenti në Itali. Pasi kishte ndodhur. Bëhet një aksident automobilistik. Ajo për të arritur punën mori një Piaggio, një motor. Një motor të vogël. Dhe u përplas me një makinë. Por ajo në sekond ishte mirë, se vajti i shoqi. E morën dhe e quan në urgjencë. Në urgjencë ishte mirë, foli me të shoqi me gjitha, aksidenti ose ajo që ndodhi, pastaj kur e morën si ta marrin nga spitali numër 2 dhe ta çojnë në traumatologji, në trauma. Atje si duket, nga ngritja, ajo kishte 2 thyerje në baqin, në legen. Dhe ato kockat prenda marrë të gjakut dhe bërje maragji. Dhe me keqja është që mua s'mjepnin vizën për ti. Vetëm kur erdhi letra që nuk shpëton atërë, ma tha, atëre kam shkuar, kam taku. Edhe... Arritet flisje me të? Jo, fare. Nuk komunikon. Unë ata e morën vesh që isha mjek. Unë e pash që Mirela nuk do kthehesh më. Ata e kishin kthyer përmbys, sepse mendonin sepse do merrte frym. Ajo ishte bërë komplet e zezë. Dhe unë i vura dorën ke shpina, ajo kishte gati 1 litër gjak aty. Ata kishin gjë dhe shkolla, dhe klasa vinin luteshin atje vazhdimisht. Por edhe ky djali, ky shoqi, ishte shumë me fen, do shpëtoj, më tha mua mos fol kështu. Tha shumë Mirela na iku. Dhe pastaj nuk e di se si kemi ardhur këtu. Pastaj atje e veshën si nuse, e veshën. Dhe nuk di si kam ardhur nga Rina si në shtëpi. Pastaj më ndodhi një aksident tjetër shumë i rëndë, se ne kemi një zakon në përmet, unë erë në hallat e mia. Dhe unë e kim shpinë 4-6 pa ashensore, kam akoma. Edhe u grumbulluan të gjitha atje dhe Mirela është atje dhe ato kishin britma kur qanin me të nëmruar, nuk e duronja ato dhe thash t'i pushonja, e di. Dhe mas 20 ditësh më humbi nëna. Ndroi jetë nëna ju. Dhe më tha, se unë i thash mos qaj, të duroj. Tha, unë do vdes ditën e 20. Ditën e 20 t'iq mamaja. Dhe më kujtojnë ca gjëra që kur vinin nga Italia në njerë, thoshte kam Ervinin, kam Mirelën, kam Ervinin, kam Mirelën. Dhe unë në aeroport, mbaj mend vetëm ambulancën, edhe 2 doktoresha që kisha afër që më sollën këtu, se di si mbaj mend. Pastaj më vonë është një gjë tjetër prapë shumë e rëndë, që duke më vdek vera. Bashkëshortja. Më fillova punë, kur vetën në shtëpi e shikoj, kishe marrë ngjyrë gri në divan. Vajta thash drejtorit, dua një lej patjetër, mora 15 ditë, paguam një $3, $20, edhe e çova në strug, se ajo nuk del në plazhe kështu gjënash. E qova në struk dhe atje gradualisht, mori veten, sepse sfantes bënde me stres të matë. Si e shëron veten një mjek nga një dhimbje e shpirtit, nga një plagë e shpirtit si kjo, që është pikërisht humbja e fëmijës? Vetëm duhet, shiko, Zoti e ka bërë njeriun që do duroj. Dhe nuk ka çfarë bën, asnjë fatkeqësi nuk ka çfarë bën.
është vetëm truri do të mbaj, sepse unë kam bërë kam një sprovë të tillë. Në momentin që vajtëm në Vareza, mu erdhi një urdhër për të hedhur në arkivoj. Po Zoti madh më mbajti, se do thoshin që iku truri. Pra, kur thua më erdhi Vetëm mbajtja dhe prandaj njerëzit që janë të kulturuar, që janë të qytetruar, e din që lindja dhe vdekja janë natyrale. Ne shqiptarët kemi një gjë të keqe. Ne lindjen e gëzojmë dhe për vdekjen ne e përjetojmë në mënyrën më ekstreme. Dhe vdekja, çdo fëmijë që lind në maternitet dhe kurrizin e vë në inkubator, një ditë do vdesë. Dhe kur ikën fëmija shumë e rënd, por njeriu ka vetëm një, duhet duroj, pik. Dhe unë këtë e kam në gjak, durimin e kam në gjak. Nuk e çfarë. Unë jam adaptuar duke parë njerëz, vajza të reja, gra, që kanë vdekur sidomos në kohën e regjimit, nga abortet, me qelbje shil në përgoj, me pa mundësi për ta shpëtuar, sepse çdo grua që abortonte e fusin burg, nuk i jep një drejt dhe abortit. Dhe çdo njeri që ndihmonte abortin futesh në burg me herë. Dhe ne na vini gra me abortet provokuara. Kështu që është një gjë shumë e madhe, erdhi qytetrimi, ka ndryshuar shumë gjëra. Ju përmendët pranverën edhe dhimbjen e saj pas kësaj që ndodhi me vajzën. Edhe ajo vetë në letrën që ju ka shkruar e përmend këtë moment si një moment që ju nuk ju ndau ju të dyve, po përkundrazi e forcoi dhe më shumë lidhjen tuaj. Jashtëzakonisht tepër. Po ju a lexoj letrën e saj. Po. Vera ka një tip të veçantë, është shumë kurajoze, është shumë e përbajtur, nuk e jep veten dhe vepron në momentin që duhet. Ja t'u lexoj letrën. Ha? I dashur Shkëlqim. Vitet kanë kaluar mbi ne, duke na zbardhur flokët, edhe duke na mësuar shumë për jetën, dhimbjen edhe dashurinë. Sot kur ndalem dhe mendoj për rrugën tonë, ndjej mirënjohje të thellë për gjithçka që ne kemi ndërtuar bashkë. Jemi bërë gjyshër, edhe mbesa jo na e mbush zemrën me dritë. Ajo është fryt i djalit ton dhe kur e shoh, ndjej se dashuria dhe gëzimi vazhdojnë edhe pas të dhimbjes më të madhe. Humbja e vajzës son mbetet plagë e hapur, por që na lëndoi thellë, por nuk na ndau. Përkundrazi, na bëri më të fortë pranë njëri tjetrit. Sot te mbesa jone dhe tek djali shohim jetën që vazhdon me dritë edhe forcë, duke i mbushur ditët tona me kuptim edhe gëzim që na ngushëllon shpirtin. Të kam admiruar gjithmonë si bashkëshort, si baba, por edhe si mjek që ke dhënë shpresë dhe kujdes me ndërgjegje dhe përkushtim, edhe kur vetë zemra jote ishte shumë e rënduar. Adhuroj forcën edhe vullnetin që ke edhe sot, mënyrën se si përballon sfidat me qetësi dhe vendosmëri, edhe shpesh jetia ai që më jep kurajo edhe motivim. Të falenderoj që ke qenë edhe je pranë meje në çdo stin të jetës. Mirënjohja ime për ty është e palëkundur, ashtu si dashuria jonë. Me gjithë zemër, bashkëshortja jote, Vera. Bashkëshortja përmend besën në letër. Poemën, besën, që di që është pika juaj e dobët, apo jo? Unë kam një... Shiko, unë e kam... Si shpuna? Do më thënë, djem dhe vajza tona që kemi ne të gjithu, do ta kuptojnë se sa i duam ne ata, vetëm kur të bëhen prindër. Tani, djalim e kupton se sa shumë e kam dashur. Unë qurin tim e kam tani 50 vjeç. Dhe unë e kam konsulent. Dhe unë tani i kam thënë, a ban të lutem shkëputu nga Amerika, hajde, sepse ke nusen, ke gocën këtu. Dhe unë kam nevojë për ty, patjetër. Që të mos flasësh edhe mos të lodh shumë, më mirë kënaqu duke e parë poemën. Ja shije pak. Kur të rritëm dhe bëjnë doktoresh, të dyja këtë luret i kam bledh për ty, të kam zemër shumë të madhe edhe mua. O, që do besëm në zote ma. Shiko, a di qka dhe në kjo? Shiko,
Do bëhet doktoresh pra. Dhe jo, e kam këtu, ta shikoj. Ajo ka thënë kështu. Kur ishte 1 vjeç e çuam në Lundër. Në Lundër kam bërë një shtëpi të vogël me dru. Edhe sa e lëshuam 1 vjeç, a tha, ua, sa shtëpi e malet, edhe brite vrapon atje. Tani, s'ka 1-2 javë, ka vizatuar shtëpinë e Lundrës, ka thënë Lundra në video dhe thot, kjo shtëpia e Lundrës, ma ka falur mua gjyshqimi. Edhe ja kam falur. Dhe ja keni falur. Do shkojmë pak në publicitet, bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi, mos u largoni. Dhe meshkujt duhet t'jenë jo të nxituar në marrëdhënie seksuale, duhet të bëhet paraloja e seksit, duhet afrimiteti, duhet miqësia dhe pastaj ka rëndësi një fjalë tjetër që quhet intimitet. Ja të kemi rikthyer, vazhdojmë natyrisht, jemi në studio me doktor Shkëlqim Balilin në një rrëfim që besoj që është i veçantë dhe për herë të parë flisni për jetën tuaj, apo jo, siç po ndodh sot në emision. Ju qëndruat gati 10 vite në Paris për specializim, apo jo, në 3 spitale të ndryshme të kryeqytetit. Çfarë ju mësoi Franca? Nuk flas në aspektin mjekësor dhe profesional, flas në aspektin shoqëror, se po flasim për një shoqëri shumë më të emancipuar, besoj shumë më të çliruar nga tabut e seksit. Në Francë pash kulturën, në Francë pash qytetarin, pash respektin, pash jetën, dhe kjo më bëri, me sinqeritet për e them, kjo më bëri që unë hynja në 8 dhe dinja në orë 1 natës. Unë u lidha me profesorin ti Michel Turner, dhe ai e pa që unë rria në spital gjithmonë, dhe për herë të parë nuk të fute francezi në operacion, nuk të fuste. Dhe kur ajo mamia e sallës tha, doktor Balili, do futesh në sallë, mua më ra tavani, thashë, s'jam futur kur. Ata të vlerësonin. Dhe ky vlerësim ishte jashtëzakonshëm. Jam e sigurt që eksperienca në Francë ju shërbeu, ju keni qenë ndër mjekët e parë, mos gabojmë që keni kryer lindje cesariane në Shqipëri pasi u kthyet nga atje. A ka një moment të vështirë që ju ka ndodhur gjatë punës tuaj që nuk e harroni kurrë? Kam pasur një rast të tillë. Vjen një grua për të lindur. Unë e vizitoj, dhe placenta, shtrati fëmis, kishte dalë para kokës fëmis, para kokës. Dhe që kërkon urgjentisht operacion, sepse shtrati fëmis ka 4 liqene nga 600 ml dhe dëmtimi tyre sjell hemoragji masive, vdes gruaja për 5 minuta. Në këtë kohë, asistenti që unë kisha atje më tha, doktor, ta shikoj dhe unë të lutem. Dhe i thash, po me kujdes shumë, se ishin damartë e gjakut. Ai e vizitoj dhe me gisht dëmtoj enë e gjakut. Dhe mu desh që si qishte në krevat e ngrita pesh. E morët hopa? Hopa, dhe në katin e 3, dhe në katin e 3 hyra në salë, e lëshova, dhe unë mora shishën e betadinës, e hodha në bark, dhe hapa. Me njëherë. Dhe brenda 3 minuta shdoli fëmija. Shpëtoj? Dhe shpëtoj, dhe pastaj e vume dhe e qepën vasha. Kjo një rast tjetër. Pra shpëtuan të dy, edhe foshnja edhe nëna. Ju në 2007 ndolët në pension, edhe me sa di ka qenë një moment që jeni tronditur sepse nga mënyra se si ju njoftuan, megjithatë edhe pas daljes në pension keni patur mundësinë të punoni për shumë vite edhe në spitale të ndryshme private. Që fama ju ka ndihmuar disi, fakti që jeni bërë një personazh i njohur duke dalë në intervista. A është e sikletshme të flisni për marrëdhëniet seksuale në televizion? Absolutisht jo. Marrëdhëniet seksuale janë biologji e njeriut dhe unë dua që meshkujt në Shqipëri dhe femrat në Shqipëri, kuptot, sepse marrëdhëniet seksuale janë ato të cilat lidhin dy njerëz. Dhe marrëdhëniet seksuale kanë problematikën e parë është riprodhimi. Dhe riprodhimi është ai esencial. Të gjithë meshkujt nga mosha 40
35, 40, 42, çdo 2 vjet duhet të bëjnë një spermogram. Të gjitha gratë që janë në moshën e aktive të riprodhimit duhet të marrin informacion për të ditur se kur kanë ovulacionin, kur kanë periudhën e pjellshmërisë, kur kanë orën që veza del dhe pret të stacion. Është e vërtet që infertiliteti është problemi më i madh sot në shoqërinë shqiptare? Është e vërtet. Infertiliteti vjen për 2 arsye. E para, djemt përdorin duhanin, djemt përdorin alkolin, dhe të tjerë mund të përdorin drogën. Që këto. E treta, kemi një stil jetë të gabuar dhe shumica janë mbi peshë. Dhe mbi pesha krijon një fenomen në shëndet që quhet insulinorezistenca. Check-upi që bëhet në Shqipëri është i pa dobishëm, është jo i plot. Shumë prej deklaratave tuaja bëjnë goxha buj. Madje ka nga ata që në komente shoh në rrjetet sociale që ju thrasin si doktori i seksit. Si ju tingëllon? Kjo është mrekulli. Është mrekulli? Kjo mua vjen keq që jam specialist seksi. Po unë seksin e quaj biologji, seksi do të heqë tabunt dhe mandej po them kështu. Duhet nga meshkujt të krijohet respekti për femrën. Dhe meshkujt duhet të jenë jo të nxituar në marrëdhënie seksuale, duhet të bëhet paraloja e seksit, duhet afrimiteti, duhet miqësia dhe pastaj nuk ka rëndësi seksi, ka rëndësi një fjalë tjetër që quhet intimiteti. Dhe ky intimitet do të thotë të pranoj në lagjen time, në zemrën time dhe nuk e qira. Kjo është intimitet. Dhe të bashkohen 2 trupat dhe të dalin një çunë dhe një gocë e vogël. A janë çliruar shqiptarët nga turpi i seksit? Janë çliruar, po disa akoma jo, ka nevojë akoma për. Ka nevojë. Po të frustruar, a janë? Janë të frustruar. Janë të frustruar shqiptarët seksualisht? Janë, po shikoj këtë. 2 gjëra do të them. Ka një përqindje të konsiderueshme të vajzave dhe të grave që vinë që janë me infeksione. Infeksionet janë ato që pengojnë shtatzanin, infertilitetin. Dhe spermën e bashkëshortit të saj duhet ta mbaj 5 ditë të shëndetshëm. Dhe po qese sperma është e shëndetshme 5 ditë në vagin, është raketë e Putinit që dërgon në Ukrainë për të kapur vezën. Po se kuptova ç'lidhje ka me frustrimin. Pra ju thatë janë të frustruar. Frustrimi është ky, sepse arrin të ketë marrëdhënie dhe nuk arrin do të shëzanin, ose ka raste që kanë humbur dëshirën seksuale, ose ka raste kur marrëdhëniet janë të dhimbshme, janë të jo të këndshme, nuk arrin në orgazm, atje ku duhet. Dhe femra ka një gjë. Unë kam parë femra të paprishura, do me thënë me himen të padëmtuar, që kanë ngelur shtatzane dhe ne himen e kemi prishur dhe më vjen fatkeqësi të vras veten kur diskutohet, do me thënë. Pra, ka qenë virgjër, por ka ngelur shtatzan? Po, ka ngelur, patjetër. Po, patjetër. Dhe është fatkeqësi që një vajzë ta quash, ta frustrosh vetëm për himeni. Himeni është një membran që s'ka të bëj fare me... Për virgjërinë e ke thënë. E virgjëra, s'ka të bëj fare me këtë punë. Është kohë të diskutohet. Deri në çfarë moshe mund të kryejnë marrëdhënie seksuale burrat dhe gratë? Mos gabojmë, keni thënë deri 80 vjet. Burri ka një gjë. Burrin Zoti e ka bërë që të prodhoj çdo 3 muaj sperm dhe prodhuan deri në moshën 80 vjeç, 100 vjeç. 80. 100 vjeç. Pra burrat mund të kryejnë marrëdhënie deri në 100 vjeç. Jo, marrëdhëniet seksuale duhet të jenë të rregullta çdo 2-3 ditë, çdo të paktën një herë 2 herë në javë patjetër. Këta që janë jetë aktive seksuale, patjetër 2-3 herë në javë, patjetër. Mirë është që të bëhet dhe në mëngjes dhe në darkë. Nuk ka rëndësi. Edhe në mëngjes dhe në darkë. Edhe në mëngjes dhe në darkë. Mund të bëhen. Do të thënë marrëdhëniet për gruan riabiliton totalisht hormonet. E bëjnë shqiptarët, mendon që kanë jetë të shëndetshme seksuale? Po. Unë mund të them që ka, patjetër që ka, nuk mund të them që s'ka. Por gratë duhet të trajtohen mirë në seks. Keni parë ju në sport se si del skuadra nxehet 20 minuta? Pra, do një nxemje, do një trajtim të ngrohtë, do një intimitet të ngrohtë, sepse se bëjnë burrat këtë nxemjen? Përtojnë? Sepse burrat tanë janë të nxituar. Bile ka raste që ai vjen në shtëpi me gjithë çizmet direkt të bëjë seks. Pa i qur çizmet.
keni bërë një deklaratë para disa kohësh. Shqiptarët nuk dinë të bëjnë seks. Vetëm nga nxitimi. Shqiptarët të kështë, mua më thua? Mua? Po. Po e më pra po. I thash njëri të unë, kështu do ti po. Mirë thash, si da bësh ti do 20 minuta gjumë, kështu do veshti. Ato dua prap, ti ku do shkosh? Çfarë do? Ideja është kështu, që seksi është shërbim, je futur në shërbim. Dhe fertiliteti është ekip. Është sport, ekip. Do me thëmë, buri me gruan thot, do shkojmë nes tashti në gjumë? Po. A do mermi vesh? Po. Do me thëmë, pjelloria ose fertiliteti kërkon një sport në ekip. Sport në ekip. Dhe ky sport është ky. Unë jam mesfushor. Dhe unë mesfushori do t'jap tërë aktivitetin që gruaja ime dhe parshortja ime të vjerë në ekstaz dhe thot, oret që kam për perëndis, që kam ardhur këtu. Duhet ta mbash gruan 6 minuta në parajs. Ky është seksi. E bëjnë dot shqiptarët? I mbajnë gratë në Po parajs? t'jenë pak më të jo të kaq të shpejtë. Doktor Shkëlqim Balili, dhe me që jemi... Jenë pak më të ngadalshëm. U kënaqem shumë, doktori. Tani, me që jemi të ekipi, se çdo gjë bëhet në ekip. Me ekip. Ashtu dhe? Kemi disa nga antarët e ekipit ose kolegët tuaj që duan t'ju përshëndesin. Ja t'i shohim pak bashkë. Përshëndetje, doktor. Ti na mëson çdo ditë se si ti je versioni më i mirë i vetes. Të paqim sa më gjallë dhe të duam shumë. Janë shumë të mirë ato. Edhe të gjitha gocat të reja. Nuk gjitha. bëhet xheloze Vera fare? Jo. Okej. Po për këto deklaratat e bujshme, mërzitet Vera kur për këto deklaratat që bën? Thot, më kritikon. Të kritikon, a? Edhe thot një gjë më thot mua. Mos thuaj shqiptar, se dhe ti shqiptar nga Gosni si fshatin i prepambetur. E përcjellim doktor Shkëlqim Balilin. Shihemi pas publicitetit, mos u largoni. Thjesht një ditë më kanë thënë që babi është në qiell. Dhe gjithmonë e kam pritur që do kthehej.